Austria u trondit sot nga një sulm me armë në një shkollë të mesme. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga raportimet orë pas ore të mediave vendase për këtë ngjarje të rëndë. Sulmi i përgjakshëm me armë zjarri ka ndodhur në një shkollë në qytetin Graset të Austrisë. Mediat raportojnë se numri i viktimave ka shkuar në 8 nga 5 që u raportuan në fillim, dhe se autori i krimit dyshohet se është një nxënës i po kësaj shkolle. Ai pasi kreu krimin, u qelloi me armë zjarri ndaj bashkëmoshatarëve në shkollë si edhe mësuesve të kësaj të fundit, kreu vetvrasje në banjot e shkollës. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes së rëndë, ndërkohë që forcat shumëta policie kanë rrethuar zonën. Mësohet se nga sulmi kanë mbetur të plagosur gjithashtu disa nxënës dhe mësues të kësaj shkolle. Një zëdhënës policie tha se forcat speciale u dërguan në shkollën e mesme pas një telefonate të marrë në orën 10 të mëngjesit të sotëm dhe se autoritetet po punojnë për të krijuar një pasqyrë të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur. Graci është një qytet me rreth 300.000 banor dhe është kryeqyteti i provincës jugore austriake të Stirias.